Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u zhvendos në një bunker nëntoksor në zonën Lavizan në verilindje të Teheranit, disa orë pasi Izraeli nisi sulmet e tij ndaj kryeqytetit iranian në orët e para të së premtes së kaluar. Raportoi Iran International, duke cituar dy burime të informuara mirë brenda vendit. Të gjithë anëtarët e familjes së Khameneit, përfshirë djalin e tij, Mojtaba, janë me të, thanë burimet. Sulmi i drejtpërdrejt ndaj Khameneit do të zhyste rajonin në një situatë të paqartë. Njëri prej njerëzve më të pushtetshëm në lindjen e mesme, Khamenei, ka sunduar Iranin me grusht të hekurt për disa dekada, duke qëndruar kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, dhe duke shtypur një herësh pa kënaqësinë në vend dhe duke çuar përpara programin bërthamor të Iranit. Si lider suprem, ai ka kontroll të plotë mbi qeverinë, drejtësinë dhe ushtrinë në një vend me 90 milion banor, si dhe mbi Gardën Revolucionare të Iranit dhe forcën e fuqishme Quds, një siti klandestin i gardës që mbikëqyr organizatat besnike jashtë vendit, si Hamasin, Hezbollahun dhe kryengritësit Houth. Lindur në vitin 1939 në Mashhad, qyteti më i shenjtë i Iranit, Khamenei kishte mbështetjen e plotë të Ayatollahut Ruhollah Khomeini, njëri prej liderëve kryesor të revolucionit që rrëzoi monarkinë pro-perëndimore të Iranit në vitin 1979 dhe vuri themelet e Republikës Islamike. Khamenei u bë lider suprem pas vdekjes së Khomeneit në vitin 1989. Prej atëherë, ai ka zgjeruar ndikimin e Iranit jashtë kufive të tij, duke e kthyer në fuqi rajonale që nuk mund ta anashkalohet.